Hetimi për korrupsion të lartë në gjykatën e apelit filloi para 9 muajsh pas denoncimeve për indicie të forta për marrje të rishfetit deri në 100.000 euro për të ndikuar në heqjen e masës së paraburgimit të Lupçe Pecov nga lënda gjyqësore Zinxhiri, ku kap në flagrancë ish avokati i shtetit Fehmi Stafa. Me këto fjalë sot nisi brifingu me gazetarët nga kryeprokurori për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit Islam Abazi dhe prokuroria e kësaj çështje Iskra Haxhivasileva. Kjo e fundit tha se përveç dëshmive të tjera materiale dhe denoncimeve nga telefonatat e të burgosurve, lidhjet ndërmjet Stafës dhe gjykatësit të apelit Ristov kanë qenë të kahershme, të cilët aktualisht dyshohen vetëm për 2 vepra të rënda penale. Bastisje janë bërë në 3 lokacione që lidhen me hetimet e gjykatësit të apelit Gjoko Ristov dhe tek për të dythan herë njësitë e tona kanë shkuar në shtëpinë e prindërve të tij në Negotin, ku edhe kanë gjetur një bunker në katin e parë, më saktësisht në kuzhinë. Janë vërejtur rrethana të dyshimta për kryerjen e aktiviteteve ndërtimore, korrigjimi i pllakave të murit, pas së cilës gjatë heqjes së një pllake qeramike të murit është vërejtur një vrim në të cilën ka pasur rrotulla alumini në formë cilindri të paketuara në 13 paku individuale, të cilat janë gjetur gjithsej 614 monedhat në vlerë prej 500 eurosh dhe 225 kartë monedha në vlerë prej 200 eurosh ose gjithsej 350.000 euro. Shefi i kësaj prokurorie Islam Abazi tha se pas arrestimit të Stafës, shërbimet kanë qenë në përcjellje të gjykatësit Ristov, i cili pati marrë dhe pushim mjekësor, në mënyrë që të mos lejohet arratisja e tij, por me imunitetin që ka pasur nuk kishin mundësi për ndjekje të PM masave apo kçyrjes së monitorimit. Ai tha se për diskrecion të hetimit nuk mund të zbulohen më shumë detaje, por nuk e mohon mundësinë e zgjerimit të hetimit varësisht nga mbledhja e dëshmive materiale dhe deklaratave të dëshmitarëve. Duke qenë se ai ka një pushim mjekësor aktiv, kemi vlerësuar se arresti me burg shtëpiak dhe sekuestrimi i dokumenteve të udhëtimit për momentin është adekuat për sigurimin e tij të mos lëshoj adresën e banimit dhe mos të rrezikoj arratisjen e tij, ndikimin në dëshmitarët apo përsëritjen e veprës. Madje përkohësisht i është ndaluar edhe ushtrimi i aktiviteteve gjyqësore. Për çështje sigurie nuk mund të tregohet adresa ku ai mbahet në arrest dhe se muret e asaj shtëpie janë kontrolluar. Dje njësia për korrupsion në Departamentin për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit ngriti një kallëzim penal kundër Gjoko Ristov, 53 vjeç nga Negotina, me banim në Shkup, për shkak të ekzistencës së dyshimit të arsyeshëm për kryerje të veprave penale, fitim dhe fshehje e paligjshme pasuri sipas nenit 359A paragrafi 3, përfshir paragrafi 1 dhe pastrim parash dhe të ardhurave të tjera nga një vepër penale sipas nenit 273 paragrafi 1 i kodit penal. Gjoko Ristov në cilësinë e zyrtarit gjykatës në gjykatën e apelit në Shkup në periudhën nga 10 shkurti 2020 deri më sot, në kundërshtim me detyrimin ligjor dhe të raportuar gjendjen e tij pasurore ose ndryshimin e saj, ka dhënë informacione të rreme në lidhje me pasurinë e tij dhe pasurinë e familjes së tij, e cila pasuri i kalon shumën e të ardhurave të tij të ligjshme.